Mbrëmja e së hënës në qendër të Gjakovës u karakterizuar nga një atmosferë solidariteti dhe bashkimi, ku kfori kontingjenti turk në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Gjakovës shtruan iftar për 10 agjërues. Tryeza e përbashkët të shtruar në parkun e qytetit mblodhi besimtar, familjar dhe qytetar të shumtë, të cilët ndanë së bashku momentin e faljes së akşamit dhe qastin e iftarit. Nga Bashkësia Islame në Gjakovë, të cilët kryesisht në këtë aktivitet ndihmuan në aspektin logjistik, thanë se ky iftar synon forcimin e bashkëpunimit dhe afirmitetin me komunitetin lokal, veçanërisht gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ky është iftari i parë i kësaj nate, i cili është shtruar nga kfori turk, në bashkëpunim edhe me Bashkinë Islame apo Këshillin e Bashkisë Islame në Gjakovë. Pra bashkëpunimi jon ka qenë vetëm logjistik, sepse gjithë i kanë përgatit ata. Mirë po vlen të theksohet që ky iftar është një iftar i bashkimit të gjithë njerëzve, gjitha shtresave, qofshin ato skamnore, të varfër, apo dhe të sëmur, apo jetim, po dhe ne si institucion, dhe të tjerë që na u kanë bashkangjit në këtë natë, që ta bëjmë një iftar të përbashkët, ta ndjejmë njëri tjetrin, të bashkohemi dhe të ulemi në këtë sofër që i Madhi Zot të na pranoj agjërimin tonë të cilin e kemi bërë gjatë ditës së sotme. Ndërsa përfaqësues të kforit turku shprehen se mbështetja për komunitetin nuk kufizohet vetëm në aspektin e sigurisë, por edhe në aktivitete që promovojnë mirëkuptimin, respektin dhe bashkëjetesën, ku nga Bashkësia Islame u vlerësua lart ky gest solidariteti, duke e cilësuar si një shembull të mirë të bashkëpunimit ndërinstitucional në shërbim të qytetarëve. Atmosfera mbrëmjes u shoqërua me mesazhe paqeje, tolerance dhe uniteti, duke kthyer këtë iftar në një simbol të harmonisë dhe respektit të ndërsjelltë në qytetin e Gjakovës.